Еве сме општина Чаир. Ова дивоградбава кај што бевме. Me ka merë në dorë, kryetarja e qytetit të Shkupit Daniela Arsovska ka vizituar të gjitha objektet që pretendon se janë pa leje e po ndërtohen në territorin e komunës së Çajirit, duke denoncuar ato që i ka quajtur shkelje të bëra nga ana e komunës së Çajirit. Kryetaren e Shkupit e ka shoqëruar edhe policia. Veç asaj, Arsovska pretendon se kreu i Çajirit i ka dërguar edhe njerëz të tjerë për ta kërcënuar. Në fjalimin e saj në lidhjen live, e cila ndiqej nga qindra qytetar, Arsovska u bëri ftesë Ganiut dhe Mexhisit që ta takojnë. Njoftoi se deri më tani të dokumentuara në qytetin e Shkupit janë mbi 150 ndërtime pa leje, të cilët janë bllokuar po nga qyteti i Shkupit. Levizija demokratike, kažemo na kriminalec od Visar Ganiu zajedno с Изет Меджити да дойдат тука бе дечка. Вчера беше Ракип дочи у својство на портпарол во град Скопје да проба да ги опре за тоа што ги правеле белите. Кажем да дојдат тука ако се мужи. Нека дојдат, еве ги чекаме. Сите ботови што ги имаш у општина да ги пуштиш да се закануваат сега и да плюкаат, малцети се. 30 луѓе сме тука и чекаме да дојдеш. Џабе, цело влен пушти го таму, сите од општина што ти се вработени, пушти ги сега нека плюкаат ако не им е срам тука во лајва, исто ти се фаќа. Па си криминалец, па дозволуваш bespravни градби, па излегуваш на пресконференција, само кој ќе те фатат нешто дека правиш кој што не треба. Ndonse Arsovska tha se ka ndaluar ndërtimin e objekteve pa leje, Ganiu tha se inspektorati i qytetit të Shkupit nuk ka vepruar tashmë 3 vjet e gjysmë. Kreu i Çajirit shtoi se për 3 vite e gjysmë Daniela Arsovska nuk ka shkelur në Çajir dhe nuk ka bërë asnjë investim për këtë komunë. Vjen mirë që zonja Arsovska pas 3 vite e gjysmë i shkel kamën në Çajir si kryetare e qytetit të Shkupit. Dhe ju jeni dëshmitar para disa ditëve që unë kam edhe letra komunikimi që kërkoj që inspektorati i tyre të vepron në komunën e Çajirit. Dhe ne nuk kemi pasur përgjigje, asnjë përgjigje deri tani. Dhe vjen mirë që ajo sot o zgjudo me thonë pas asaj preskonference. Se në Çajir ka ndërtime pa leje nuk thuhet për herë të parë. Në media ka pasur shpesh raportime për mënyrën se si në Çajir ndërtohen objektet dhe më pastaj legalizohen. Për më tepër, Ganiu dhe Mexhiti ju akuzuan për keqpërdorim të numrave arkivor, duke i legalizuar objektet e reja, si të ndërtuara në vitin me të cilën përputhet ligji i fundit për legalizim të objekteve pa leje.